Përshëndetje, dashur teleshikues, jemi këtu në televizionin TV Syri. Bërë një dritare për të gjithë ne, për të gjithë komunën tonë, deri në audiencën edhe më gjerë, deri në diaspor. Jemi këtu për emision të ri, emisionin Profil, ku do të sjell ngjarje ditës, të cilat neve na shqetësojnë të gjithëve. Do të kemi në studion tonë, kemi improvizuar sot, enkas për këtë emision, personazhe të cilët do të na sjellin problemet, ashtu sikur se tham, problemet dhe temat ditës. Meqense se ne këto ditë kemi pasur të gjithë problem arsimin, për të shkolluar, të gjithë kemi rendur në shkolla për të çuar fëmijët tanë, unë sot kam ftuar në studion time drejtoreshën e nderuar Silvana Haxhikadria. E nderuar drejtoresh, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Jemi këtu për të trajtuar disa probleme të arsimit, disa arritje sigurisht, dhe për të dhënë edhe disa premtime ose duke ju treguar këtij brezi të ri se çfarë do të bëjmë ne për arsimin në të ardhmen. Gjithsesi. Atëherë fillojmë me atë pyetjen e parë që unë do doja t'ju thoja, cilat kanë qenë arritjet dhe çfarë keni bërë ju për përgatitjen e vitit të ri shkollor 2013-2014. Faleminderit për ftesën dhe ashtu siç thatë edhe ju, në këto ditë, fillimi i muajit shtator, ishte një kohë kur Drejtoria e Arsimit dhe në përgjithësi Komuna e Gjakovës e kishte të drejtuar syt gjithnjë nga arsimi, gjithnjë nga përgatitjet në mënyrë që fillimi i vitit shkollor të jetë i mbarë dhe të gjithë nxënësit të njihen të akomoduar mirë, t'i kenë kushtet shumë të mira për fillimin e mbartë të këtij viti shkollor. Në këtë kuadër, përgatitjet tona konsistojnë në 3 momente. Edhe këto momente janë përgatitja e infrastrukturës shkollore, pastaj është përzgjedhja e kuadrit profesional, të cilët do t'i edukojnë dhe do t'i arsimojnë fëmijët tanë, si edhe elementi i tretë është vazhdimësia e përgatitjes së trajnimeve profesionale të mësimdhënësve të cilët do t'japin mësim në shkollat tona. Meqense ju përcaktua disa nga objektivat tuaja, unë mendoj që të ndalemi tek e para, aty ku ne kemi bërë përgatitjet për vitin e ri shkollor. Çfarë përgatitjesh janë bërë në drejtim të pajisjes së nxënësve me tekste shkollore, si ka qenë marrja e këtyre teksteve, ka qenë në kohë apo jo? Kështu, para se t'ju tregoj se si ka qenë pajisja e fëmijëve me tekste shkollore, unë kam dëshirë që t'ju informoj që Komuna e Gjakovës, respektivisht Drejtoria e Arsimit, e cila nuk është e vetme, po pas ka një staf të tërë të cilët ndihmojnë, angazhohen dhe të cilët investojnë 60% të gjitha hyrave të Komunës Gjakovës në sektorin e arsimit. Kemi bërë përgatitjet e duhura, i kemi përgatit të gjitha shkollat. Në 24 shkollat komunës tonë janë bërë investime të cilat kapin shumë bajakitim dhe parash, por qëllimi vetëm ka qenë që akomodimi i fëmijëve dhe objektet shkollore në të cilat do të mësojnë fëmijët tonë t'i plotësojnë kushtet, edhe pse synojmë kushte evropiane, bile t'i përafrohemi kushteve evropiane për fillimin e mbartë këtij viti shkollor. Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm t'ju urojmë suksese nga kjo studio të gjithë atyre që kanë filluar këtë vit të ri shkollor. Do të kalojmë pasaj tek arritjet, por duke na treguar ju, sepse jo më kote kemi bërë dhe studion tonë në këtë gjimnaz të ri, në këtë gjimnaz kaq të bukur, për të na treguar se si do të heci komuna jonë në hapjen e shkollave të reja. Kështu, së pari, ky gjimnaz është një godinë shkollore e cila është përru jo largë, do me thënë një të kaluar të afërt, dhe është ndërtu nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në vlerën në një shumë prej 2.200.000 euro. Mirë po, është ndërtu, në është dërzu, por të ndërtosh është letë, po të mbahet shkolla, të mirë mbahet shkolla, dhe tjetë në gjendje në të cilën është sot, është merit e menaxhmentit shkollës të cilin nga kjo studio e përgëzoj, sepse jënë ka imbaj premtimet që nxënësit do të ndihen si në shtëpinë e tyre,
Këtë e ka ndëshmu edhe me sjelljen e këtyre luleve të bukura që po e shifni. Çdo klasë ka lulen e vet, ka dhe nxënës të cilët e kanë lulen e vet, sepse në një ambient të shëndosh, unë mendoj që edhe edukimi dhe arsimimi i brezave është më i lehtë, më i këndshëm dhe do të shkoj më mirë, ashtu që na dëshirojmë. Mirë po, kjo godi nuk është e vetmja. Si vjet në këtë vit shkollor, 39 shkollave fillore dhe 6 shkollave të mesme të komunës së Gjakovës ju ka bashkuar edhe një shkollë tjetër e quajtur Shkolla Kelmendri Zvanolli. Është kjo një shkollë ku mësojnë 552 nxënës të nivelit 1-5 dhe është shkollë e cila është ndërtuar me donacion të familjeve Kusari dhe Rizvanolli. Ndërsa truallin për këtë shkollë e ka siguru Komuna Gjakovës dhe vetë kryetari i komunës, Dr. Palleka, ajo është angazhu personalisht që ta bëj të mundur ndërtimin e kësaj shkolle. Kjo tregon edhe një herë për atë popullin arsimdashës të Gjakovës, ose të mbar komunës, sepse unë kam vënë re që në këto treva me të vërtet arsimi është diçka primare. Pra, në familje, arsimit me të vërtet i përkushtohet një rëndësi e madhe. Prandaj dhe nga që shok të objektiv të gjitha familjeve tona, mendoj që edhe vetë shteti ka investuar dhe ka dhënë në këtë drejtim. Por çfarë do të kemi për më tutje? Asgjë nuk do të ishte e mundur, sikur edhe një herë përmenda, mos ta kisha një kryetar komune pas i cili më jep mbështetje permanente të vazhdueshme. Po, me të vërtet ju ka mbështetur, unë e kuptoj, por për t'ju treguar teleshikuesve edhe pak më tepër për personalitetin tuaj, ju keni punuar si menaxhuese edhe më parë se t'jeni drejtoresha e arsimit, apo jo? Si ka ecur karriera juaj menaxhuese? Pasi që kam diplomun e Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike në vitin 1982 në Universitetin e Prishtinës, unë kam punu për vitet e tëra në industrinë e bashkuar tekstilit e Mindurako, e cila ka pas të punësuar 6.000 punëtor, dhe ku kam menaxhu me sistemin elektrik, respektivisht me mirëmbajtjen elektrike. Por nga viti 84, kur për herë të parë në Kosovë është instalu sistemi kompjuterik, unë kom punu në mirëmbajtjen e këtij sistemi për përgatitjen teknike të rrobave që në atë kohë përgatiteshin dhe qepeshin në këtë industri gjigante të komunës tonë. Pastaj, pas lufte, masi që puna u ndërprej, respektivisht nuk kishte ofertë dhe nuk kishte kërkesë në treg për rrobat e gjateksit, unë vendosa që të kaloj në një dikaster tjetër i cili gjithmonë ka qenë i dashur dhe e ka zgju kurreshtjen time. Ky është dikasteri i arsimit. Mendoj që ka qenë zgjedhja më e dur dhe më e qelluar, sepse shpesh më kam dëgjuar që ju jeni njeriu që mbani mbi shpatulla zhvillimin e arsimit në mbar komunën e Gjakovës për këto vitet e fundit. Po, sigurisht, të punësh në arsim është privilegj, po është përgjegjësi e madhe. Por pa të gjithë tjere që i kom për rreth, unë asnjë punë nuk do të kisha mujtë me e kry, sepse vetëm nuk realizohet asgjë. Por, nga viti 2004, unë fillova me menaxhimin apo me punën si koordinatore e teknologjisë informative në shkollën profesionale Gjoni Kolkazazi, kurse në vitin 2007 jam angazhuar politikisht në Partinë Reformiste Ora dhe në zgjedhjet e vitit 2009 patëm një koalicion qeverisës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, subjekt politik cilit tani takoj unë, dhe zbashku me Aleancën rrugtuam zbashku, ndërtuam, punuam dhe shpresoj që do të punojmë edhe në të ardhmen. Është kënaqësi të flasësh për këtë temë kaq jetësore, apo jo? Vazhdojmë të jemi tek personaliteti juaj përsëri. Ju keni dhënë kontribute, sigurisht, në fushën e arsimit, keni dhënë idetë tuaja të arta, por ajo që unë do t'ju pyesja tani është se si bëhet trajnimi në institucionin tuaj, trajnimi i punëdhënësve. Objektiva e treta, po ajo pika e tretë ku e përqendrojmë aktivitetin tonë është edhe ngritja profesionale e mësimdhënësve të cilët punojnë në shkollat tona. Ky trajnim bëhet përmes organizatave jo qeveritare,
mendimin e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, edhe një organizat apo një programit cili na ka ndihmuar shumë në ngritjen profesionale, respektivisht në përgatitjen e këtyre trajnimeve, është edhe Basic Education Program, apo BEP jashtë të quajtur. Është një program 5 vjeçar, i cili na ka ndihmuar që t'i trajnojmë duke filluar nga drejtorët të shkollave, nga mësimdhënësit në lëmi të ndryshme. Edhe të gjitha këto trajnime bëhen në qendrën për ngritjen profesionale, të cilën e kemi ngrit në godinën e re të shkollës Zekaria Regja, edhe ku në pra qendër kalojnë me qindra mësimdhënës, të cilët i trajnojmë aty ku ka nevojë sistemi arsimor. Përveç se sukseseve dhe arritjeve, sigurisht që arsimi ka edhe problematika, cilat prej tyre janë më evidente sot? Për çdo ditë në punën e përditshme kemi mjaft sfida, sepse arsimi është një lëmi mjaft subjektive dhe konsideroj që pjesëmarrës në qoftë në ngritje apo në rënje, në suksese apo në mos suksese në arsim, ndikojnë shumë faktorë. Do me thonë, në qoftë se nga ana teknike ne si komunë punojmë dhe bëjmë çdo gjë, element tjetër në suksesin apo në mos suksesin e arsimit janë edhe vetëdjesimi dhe ngritja e familjeve tona. Sepse në një formë apo në një tjetër, çdo familje është pjesëmarrëse në arsim. Prandaj, konsideroj që sukseset në arsim janë sukseset e përbashkëta të gjitha familjeve. Bashkëpunimi ndërsjellë. Sigurisht, të gjitha familjeve dhe shumë faktorëve të jashtëm. Probleme të cilat kisha më të cek është me ato që asnjëherë nuk jam e kënaqur dhe gjithmonë e kam objektiv dhe synim, është zvoglimi i numrit të mungesave, qoftë të arsyeshme apo të paarsyeshme nga shkolla. Sepse një fëmijë që nuk e vjen mësimin me rregull, ai nuk ka mundësi të ndëgjojë mësimdhënësin. Si një zinxhir i shkëputur. Sigurisht, është një hallkë i shkëputur në mes të zinxhirit të arsimit i cili jepet në shkolla. Kjo nuk është kurrë e re që po tha, sepse kjo ndikon gjithka njësoj. Por tendencë dhe objektive jona është zvoglimi i këtij numri. Dhe dikush mund të pyet, po çka bën drejtoria e arsimit për uljen e këtij numri? Cilat janë politikat? Dhe cilat janë politikat arsimore të cilat na i ndjekim në mënyrë që ky numër të zvoglohet. Politikat arsimore tona janë kështu. Na e përcjellim të drejtorat e shkollave përmes aktivit të drejtorëve që e mbajmë takimin një herë në muaj, që disiplina të jetë në nivelin e duhur. Në qoftë se ndëshkohet ai që nuk është i disiplinuar dhe lavdrohet ai që është i disiplinuar, unë konsideroj që ky është një element konkurrence i cili e shtyn edhe atë nxënës që ta ul këtë numër të mungesave. Një dukuri të tillë e kemi në mjaft shkolla, por edhe pse ka ulje të mungesave në krahasim me vitet tjera, unë nuk jam e kënaqur dhe synimi jonë si drejtori është që ky numër të zvoglohet sa më tepër. Dalemi pak këtu tek mungesat. Mendoni ju që është një problem familjar, ka të bëjë me jetën sociale, me problemet familjare të këtyre familjeve, sepse nuk mendoj që dikush nuk do që t'i dërgoj fëmijët në shkollë, apo jo? A ka probleme sociale që janë evidente? Sigurisht është ndërlidhur me problemet sociale, sepse një prind që është i angazhuar të punojë dhe të sigurojë bazën ekonomike familjare, ai ka më pak kohë që ta trajton dhe të mirët me fëmijën e tij. Prandaj konsideroj që edhe kjo është një ndër elementet që ndikon në këtë numër të mungesave. Por, probleme tjera ka mjaft. Një ndër problemet është edhe ajo që ju thatë më parë. Ta cekim pak problemin e ngrohjes së shkollave në komunën tonë. Ky problem e kemi të zgjidhur në formë të organizuar në drejtorinë e arsimit, sepse me kohë ne punojmë në stinën e verës, punojmë për dimrin, në mënyrë që ai të jetë sa më ngrohtë për fëmijët tonë. Këtë kuadër na organizojmë sigurimin e lëndëve djegëse në shkollat ku nuk ka ngrohje qendrore dhe të gjitha shkollat pajisen para fillimit të dimrit, pajisen me lëndë djegëse, respektivisht me dru ose naftë në shkollat ku ngrohja është rëndësishme që të realizohet procesi ngrohjes. Fëmijët tanë të ndjehen ngrohtë
këtë do doja që t'ju tregoja dhe teleshikuesve tanë, do me thënë. Sigurisht. Nga kjo studio të marrin lajmin e mirë që do t'jenë komod dhe ngrohtë gjatë gjithë dimrit. Gjithsesi. Përsëri ngulmoj tek objektiva, tek e ardhmja e arsimit tonë në komunën tonë. Çka të veçantë do të kishte, si mbështeten nxënësit shëmbullor, nxënësit e shkëlqyer, të cilët na kanë përfaqësuar në olimpiada të ndryshme në komunën tonë. Kështu, qëllimi objektivi joni sigurisht është që të kemi sa më shumë nxënës të mirë, në mënyrë që nga bangat tona, ashtu siç ka qenë edhe traditë e Gjakovës, të nxjerrim shkencëtar, pse jo të nxjerrim novator, të nxjerrim inxhinier, mjek, edhe përgjithsisht kuadro kualitative të cilët do t'i shërbejnë shoqërisë në përgjithësi dhe komunës tonë në veçantë. Andaj, si objektiv dhe si sinemi joni është që me sukseset tona, sepse këta fëmijë shkëlqejnë në të gjitha garat të cilat mohen në qytet dhe jashtë qytetit. Ka spikatur ndonjëri prej tyre në olimpiada? Sigurisht. Nxënësit bashkë në gjimnazin ku jemi sot, nxënësit e gjimnazit Hajdardushi kanë marrë vendin e parë për lëndën e matematikës në pyetjet të cilat kanë qenë të parashtruar nga kfizi me një emër të caktuar. Në mbar vendin, besoj? Në mbar vendin, në nivel vendi, edhe kanë fitu vendin e parë. Kjo jep një shpresë për një të ardhme të mirë dhe për një të ardhme të ndritshme në kuptimin e arsimit të fëmijëve tanë. Por, ka dhe të tillë të cilët në nivel botror kanë marrë medaljen e artë në lëndën e kimisë, se kjo është nxënësi nga Kolegji Mehmet Akif, të cilën çfarëzoj rastin që nga kjo studio ta përgëzoj dhe një ditë, pse jo, të na vjen si shkencëtar dhe të mburremi me sukseset e tij. Është kënaqësi të flitet për arritje të tilla, sigurisht, por duke parë interesimin e madh, gjendjen në të cilën ndodhet arsimi, pse jo shkollat tona dhe nxënësit tonë t'i ngjajnë nxënësve europian, shkollave europiane. Pra vizioni me të vërtetë është i madh dhe besoj që të gjithë ne bashkohemi në këtë pikë, të punojmë më tepër, të kemi arritje që fëmijët tanë të kapin, pse jo majat, ashtu sikurse gjithë fëmijët e tjerë në botë. Nuk kanë asgjë mangut, intelekti i tyre nuk ju mungon dhe qëllimi i arsimit në përgjithësi, qëllimi kryesor, ashtu sikurse thatë edhe ju, është që të nxjerrë fëmijë të cilët të jenë novator, shpiks, kërkues, pra të bëjnë atë të pamundurën. Dhe njëri nga qëllimet e tjera është ai që të mos jenë çfarë t'ju serviret, ta marrin, por të kenë një mendje kritike, pra gjithçka ta shohin me arsyeën e vet, sepse gjithçka është në evolim. Ne dim që bota në shekullin e 20 i dha një evolucion, mund të themi një revolucion të papar të gjitha fushave, ashtu si në shkencat natyrore, në shkencat shoqërore, në shkencat eksakte, gjithçka mori një zhvillim të papar. Mund të themi që në botë janë ndërtuar studio të sofistikuara ku shprehin talentin e tyre nxënësit, japin më të mirën e mundshme. Shpresojmë që edhe në komunën tonë të kemi kushte të tilla për fëmijët tanë, apo jo? Gjithsesi, edhe këto kushte mundohemi që të realizojmë në kuptimin e ngritjes së kabineteve, të teknologjisë informative së pari në të gjitha shkollat, qoftë në ato të drejtimit të përgjithshëm e gjithsesi në ato të drejtimit profesional. Sepse arsimi profesional është një lami e cila garanton. Është një lami e cila i përgatit fëmijët për tregun e punës dhe i përgatit fëmijët për tregun e punës jo vetëm të Gjakovës apo të Kosovës, por të tregut mbar evropian. Kjo është synimi joni, që nxënësit tonë të shkëlqejnë qoftë në tregun e jashtëm e brendshëm, po pse jo edhe në tregun evropian. Po. Mirë, atëherë unë jam shumë e kënaqur nga biseda që ne kemi bërë në studio. Shpresoj që t'ju shërbej të gjithë teleshikuesve tanë kjo bisedë, sepse me të vërtetë ishte një temë e cila na përket të gjithëve dhe shpresoj që me fillimin e këtij emisioni të vazhdojmë bashkë gjatë. Do t'ju përshëndesja së pari drejtoreshën e arsimit, të nderuarën Silvana Xhikadria, faleminderit që erdhe në studion tonë, faleminderit që na kushtove pak kohë nga koha juaj e çmueshme.
dhe të gjithë të tjerëve do t'ju thoja miropafshim dhe mirotakofshim në emisionin e radhës. Unë ju falenderoj për ftesën dhe shpresoj që sa do pak i kom dhënë disa pika ku përqendrohen aktivitetet të cilat janë marrë mirën dhe do të mirën në të ardhmen në Lemin. Konsideroj mjaft rëndësishme të këtij segmenti jetësore, ky është arsimi. Faleminderit. Këtu nisë edhe zhvillimi. Sigurisht. Gjithë të mirat. Faleminderit shumë.